Virusi gripit është në qarkullim dhe po prek të gjitha moshat. Çdo ditë në pediatrinë e Vlorës paraqiten rreth 60 fëmijë që kanë nevojë për ndihmë mjekësore. Mjekja pediatre Aida Koka tregon se rastet në këtë sezon dimror kanë shënuar rritje, ndërsa këto ditë duket se ka një rënje të fluksit. Sipas mjekes pediatre, janë raste të shtuara me sëmundje të rrugëve të sipërme respiratore, raste me infeksione virale dhe temperaturë të lartë. Në këtë sezon dimror kemi patur një fluks të shtuar vizitash, faktikisht kanë kryesuar infeksionet nga virusi gripit, influenza A dhe viruset të tjera që prekin traktin respirator, datë të poshtëm, si virusi respirator sincicial ose viruset të tjera, adenoviruse, metapneumoviruse të tjera. Fluksi ditë aktuale ka një rënje të lehtë, megjithatë ka patur shumë fluks qoftë në vizita, qoftë në hospitalizime, ku kanë predominuar moshat e vogla, ato në 1 vjeç, të cilët kanë patur nevojë më të madhe për të marrë një trajtim mjekësor spitalor, ndërkohë që moshat pak më të mëdha janë ndjekur edhe me vizita nga shtëpia. Shërbimi ka qenë pothuajse në funksionim maksimal të tij, pothuajse të gjitha dhomat e shtretit kanë qenë të ngarkuar, sepse kanë patur nevojë për shërbim disa ditor të fëmijëve që kanë patur nevojë mjekësore. Megjithatë të gjitha rastet janë mbuluar, qoftë nga ana e medikamenteve, qoftë edhe nga ana teknike, dhe shumë pak raste mund të ketë patur që të kenë patur nevojë për një hospitalizim më të thjeshëm në qendrën terciare. Pothuajse në thëngjinja maksimale e dhomave ka qenë mbushur. Tani ka një rënje të lehtë, ndoshta edhe çik zbutja e temperaturave të stinës, ka sjellë një zbutje edhe të hospitalizimeve. Megjithatë, persistojnë vizitat dhe nevoja për trajtime mjekësore, sidomos moshave të vogla, vazhdon. Sipas mjekes pediatre, prindrit duhet kenë kujdes me të vegjëlit për t'i ruajtur ata nga ndryshimet e temperaturave, që janë më së të zakonshme, ndërsa duhet të paraqiten menjëherë në spital, veçanërisht mosha 0-1 vjeç, për një parandalim të mundshëm. Somosnave të reja tek beba, sidomos nëse ata shfaqin temperaturë, çrregullime të frymarrjeve, lodhje, mungesë pirjeje, patjetër të paraqiten pranë mjekut pediatër, por edhe fëmijët që janë të moshave shkollore, nëse kanë informacion që nëpër klasa ose në kopshte kanë fëmijë të tjerë, shoqe të sëmura, në rast se fëmijët shfaqin simptoma të ngjashme, të vinë të vizitojnë, të kontrollojnë fëmijët, sepse mund të jetë edhe një parandalim, sidomos për diagnozat e veçanta si bronkitet, bronkiolitet, të cilat mund të kenë nevojë edhe për mjekimet më të mëtejshme. Për moshat e vogla, e flasim në 1 vjeç, në rastet e temperaturës së lartë, patjetër që duhet paraqitet që ditën e parë. Për fëmijët që janë pak më të mëdhenj, mund të kemi pak më tepër tolerancë, por gjithsesi nëse vjen dita e 2, dita e 3 e temperaturës ose problemeve të frymarrjes, patjetër duhet paraqiten në spital për të marrë këshilla nga mjeku ose mjekimet përkatëse. Aktualisht rreth 35 është numri të vegjëlve që marrin shërbim hospitalor në pediatrinë e Vlorës, ndërsa rreth 60 fëmijë i drejtohen çdo ditë pediatrisë për të marrë ndihmë mjekësore.